Do është me e prit edhe me bisedu me Arianën gjithë shka. Hajde. Përshëndetim janë mirë, faleminderit për ftesën. Mirë si e qeta. Po vjen mirë që po të takoj, edhe në person, të kom pa rrjetet sociale shumë shpesh, edhe shumë se që je mirë. Faleminderit shumë edhe në ty edhe më e bukur live koke. Faleminderit shumë gjithashtu. Ariana, shumë personat kanë pyet garant pse e ke lënë Danimarkën, një vend si Danimarka shumë i zhvilluar. Po besoj që ti ja ke marrë ato të mirat e Danimarkës dhe ke ardhur ke tonë qëtë potencialin tem ta gjuj pak në Kosovë. Po. Qysh po do këtë Kosova qëto 2 vjetë që jetu në Kosovë? Mu më pëlqen shumë për shta dhe kom vazhdu me jetu këtu edhe e kom lënë Danimarkën se shumë letë është më zhvillu edhe si person me një vend qetë edhe këtë dyrë të hafta. Po, këtë i gati edhe thësha, oke, nëse unë dhja, po mëj me bo ma mirë, pëse mësë me përvu edhe në Kosovë dhe këshyrëm, so mëj me zhvillu si person edhe, pra është edhe shka edhe ma personale, me po, qëfar sfida ka këtu edhe qysh i përjetojone edhe si profesional, si personale. Edhe shumë ka nimu, shumë ka fërcu. Kur ke qene vogël, a keni pas zakon më ardhë me familjen në Kosovë, a ke pas atë dashnin lidhen me Kosovën edhe a ke menu që nëjëherë ke mu këthy? Po, në gjithë e ku menu edhe prind që se të kena pas mundësi, më do këtë hira parë, nështë ta ka qenë 2005, 2006, shumë vonë, na kena orë dhe këmë lind jashtë, pro, kena rritë pa familje, që vesh na, mami e bobi dhe motra vllaznit, tani është në këtë tjetër jetë, në këtë tjetër identitet, këtu me orë dhe me pas një gjyshe me një babgjysh kushëri e këtë ato se jom rritë pa kur farë rritë shqiptar edhe familjar mas pare. Normal është, u ka një përjetim shumë i mirë edhe ta një gjithë e kumë po kështë familjen këto edhe jetën këto edhe ju mënu sa të komujt për me pru punën, për me arrit me orë këto. Qështë ka pritë Kosova kur kjo ardhë? Shumë mirë. Ka zu drejt s'kom pas kështu sfidas, kur gjë, kur këmë marrë, po këmë marrë edhe kur im konë ma e pjekë. Nashta e shkonë ma ndryshme me pasarë, kur po është nashta 18 vjeqare ose 19 vjeqare, po me 28. Po, 28 kur i këmë po i marrë. Ke qene pjekon mjaftushëm që ti me vendosë për vetën edhe me ardhë me punu me një vend që ka nevoj. Dhe ka shumë potencial kur e menon, se Kosova edhe pse është nështë a vend i vogël, i dalën, jo shumë aty nga lufta, kemi potencial, ka njerëz me potencial, ka njerëz që punojnë, ka brëm diqysh. Po, është në këtë tjetër energjia dhe për me ka shumë talent. Sidomos rinia është në këtë tjetër energjisë, edhe në Danimarka është mirë, normal, po këto është potenciali shumë ma i veçan, sidomos në sektorin privat. Okej, nëse të kthej pak në fëminin tënde, shkollën e ke kryer në Danimarkë. Gjuhën e ke pas danesh atje, mandej Shqipën a e keni folë shpe? Shqipja ka qenë, a ke je fëmijë vetëm, a ki motra, vlezër? Po, një motër t'i vlezni, me prind që na ju kena folë danesht, ata na falëshin Shqip. Ta ne kena ndru, për me mësu edhe prind danisht, ta na me mësu Shqipën, edhe ka funksionu shumë mirë. Se kom linë në Gjermani, të ne prind ma vonë, të ne kena shku në Danimarkë, pro edhe Gjermanisht flasë, edhe danisht, anglisht, edhe Shqip normal. Po veç Shqip s'kena pas mësim në shkolla në sen, edhe që ajo ka njëna prej arsye pëse ku vendosë më këthy këto, për me mësu edhe gjuhën ma mirë, se është zdi më artikulu qysh... Jo, më po më pëlqen shumë, në pak, do është Mundona. Po, gjithë e kena full, tani normal, kër jena rritë tani veç Shqip. Edhe ta është veç Shqip, plasëm shpe. Universiteti, fakulteti ke vendosë me përfundu studimet në Danimarkë. Qysh e zgjedhe drejtimin, qysh të flejti zemra në biznes, menagement? Jo mësur shumë herët me punu, se gjithmonë kena pas restorant në Danimarkë edhe unë jam ma e madhja, prej 4.000-ve, kër ja kom njës me punu, kër i kom pas 13 vjetë. Edhe gjithmonë që shtu, edhe vaznit e mi edhe motra, edhe na kanë mësu shumë prindi qysh gjithmonë me fitu vetë paret, edhe gjithmonë mu kanë punëtore, edhe që qysh me ditë edhe vlerën e pares. Tani, gjithdoher që kena dosh në esen, vishta kam thonë, po hajde, adin, më shpe punu 5 orë, 6 orë, edhe i bënë, edhe shka blej, edhe të nësë po të qef me blej mos, edhe të ke punu. Gjithmonë e këna mësu ato, tani,
edhe në restorant të nejtë edhe e ku mësu shumë ma vonë që talenti jam është komunikimi. Sidomos në gjuhë të huja, në gjithë gjuhë, të qyshe kom kapë edhe e kom ditë. Të ne kom vazhdu në drejtim për komunikim, për biznes në nërkomtare, edhe u konë të ne që këtë drejtimi për bachelor me gjermanisht edhe anglisht, biznes në nërkomtare. Edhe nuk ka edhe shumë veta që aplikojnë që atës se nuk mujnë dyja gjuhët mi kapë, sidomos edhe anglisht. Tani me tria të dita që dishka del, normal, edhe kom pas gjithë qef me orë këtu me tu, edhe disha që nuk mënish, nëse hin një juridik, ose mjekësi, ose dishka shumë specifike, dhe së që mënish me ndru shtetin qa që letë. Shumë e vërtet. Edhe të një më dëk, nuk është fusha jeme, nuk i kam talent as pak, po e pata menu shumë ma heret, edhe kom studiu tani edhe në Gjermani në vit, si Erasmus në Friedrichshafen në tire, shumë veni bukur, edhe tani kom punu edhe në vjetë në Angli, mas bachelorit, e tani pata këthuja pat në Kopenhag edhe kom përfundu tani masterin aty. E tani apet kom shku në Gjermani me punu, tani gjithë ka. E ke pas jetën ko gja kaos, dhe li ke bu një statet edhe ke ardhë në Prishtinë. Po, kom dosh në orë ma herë, për tani pandemija, tani metë. Po, u konë shumë mirë për mua, dhe u konë në kohën e duri, më ardhë dhe kom pas nevoj me mësu që të sene dhe me ditë qysh me punu me bizneset ndryshme dhe qysh me ditë edhe që është talenti jam, se nuk e kuptojshë kështu krijeri, se tjepës, vizitojshë me një tjetër vojzë e Danimarkës 16 veçore, edhe 6-16 të buqë, si pytje qa me bone, në shka me punu, qa me bu me jetën teme, qysh me dalë edhe unë në Kosovë, shumë interesant më dojë, shumë e re. Më do këtë që në rritë ma herë generatat e reja. Shumë në me 16, s'kom ditë, s'kom menu, qa ku me punu, edhe i thojshë edhe njëjtë asaj tash, s'ki nevoj me menu sakt me shka ki me punu, po menoj qa po do me studiu, qa ki qefti, a din marketing gjuhe, a të intereson grimi, qka do që të intereson ko pun, veç dush vet me pos qef, edhe vet me pasion, po, edhe me pos qef me punu, normal, po, nashta veç këto e kom po një diferencë në që ato qefin e punës me Danimark, shumë kanë qef me punu edhe i mësojnë fëmijët prej në moshë shumë të vogël dhe qysh nuk është marrë me punu as kamarjere, as në kiosk, as në shqitore, këto po më të këtë pak më ndryshe. A shumë as strek atje? Këto ma shumë e kemi, ma shumë knaqëm. Po. Këmë qef me shiju jetën. Po, më ka vyt 2 vjetë me kuptu qëto, se me na isha gjef jo na jena shumë punëtore, edhe jena, normal që jena, po e kena pak në farë ego saj për këtë punës, që më duke që di, kur i tregoj që kom punu, nështë 15 vjetë kamarierë në restorant të babët tem, edhe në restorantet tjera, sa më kanë studime, gjithë kom punu, gjithë i kom mojë 2-3 puna, këtë kom këshyrin dhe qysh si... Po, që dhe që? Po, pse, familja s'kam pasa, qysh dhe qysh... Po, a do të me ndru që këtë mentaliteti... është mentalitet shumë i qëdeshëm. është i qëdeshëm, se këtu nuk ka shumë hierarkit punës, se cili është ma shef se tjetëri. është shumë që di. S'ka rëndësi që ka bënd ti mund është marrë dhe rejmë punë dhe automatikisht e ki njështë barabat me shefin tanë. Po, për ndani ma që është je barabat gjithmonë me shefin edhe me kolegët edhe nuk ka që se hierarkit punë. Normal që ka, kështë kuptohet kush vendos. Po, dhe po të shmarë me bo punë. Po, edhe s'ki nevoj shumë dhe qysh më... që më thonë, jo më fry, po edhe në qysh shumë më duke interesant, edhe babi jam jo që atë kafën krejtve edhe ushimin edhe pënan që atë njëjtë, edhe që e ka restorantet vete edhe të gjithët edhe në njëjtë, edhe kudo që pënoj apet e pastroj venin temë këshyrit, nuk e menoj, unë jam drejtoresh, ose unë jam dikushi, për mos mi vedet pak të të mijet mi hek, këto e kum po pak një dalim, jo që përdu me kritiku kërkan, po është diçka që e kum menu kove të fundit, është një farë ego, po është interesant, edhe që ego e jo, nuk punoj në qësi puna, jo nuk punoj për qësi rogë, ma për para rinë shpë, dhe nuk punoj. Pse? Po, ma në të vinë këtë problemet emocionale, depresionet dhe gjithë shka që prej qka të nejtë. Po, në qaj dhe qaj ju blokojnë, dhe një se më pysin shumë shpesh që shpo mënish me punu për vetën, edhe me shku në Kosovë, edhe nuk e ki sigur punën, se normal, asë një punë nuk është sigur, dhe nuk e kuptoj, po gjithë thënë, e qa bën të nëse i hu prit klientet, edhe të nësë mënish me punu, më thëmë, ku mëjmë me punu edhe kamarierë, mëjmë 100 puna janë që mëjmë i bu, po dhe së është ri, së është se kuptaj. Edhe në Danimark nuk e menojnë që ashtu, e din që t'japet, mënish me hi dikon me punu të irsa gjanë tjetër punë. është ego, është të qëditëshëm. E vërtet, punën online, ti ki kryesisht punën online, a ki njerës që edhe për punën tonë online kanë dyshime, thonë që ka bënë te, apeten? Po, ata njerës që nuk punojnë me mu, po edhe s'munën e mi bindë,
me kisha bashkëpunoj, jena njoftu edhe vetë ka dollë, që është vetë ka rrjedh bashkëpunimi normal. Edhe kur s'm ka orë pa lidhe me thonë, jo, që të punë s'ta kry, po e kry, pse jo, nëse më mësu diçka, për çdo punë e kina i farë mësimi. Edhe tani që ajo më ka aftësu për me mujtë me punu online, me punu pri shtëpis, po edhe me shku shkaj, nuk kam problem. Sa është e letë me bo bashkëpunime prej Kosovës, që tashme që të jemi shumë afer me rrjetet sociale dhe me gjithë shka me botën, kur e mendon. Sa është fështirë me i bo bashkëpunimet me jashtë Kosovës, prej Kosovës? Po ta është, në ashtë edhe nuk e kam në eksperiencë të ashtë me do talente shumë të mlaj, pra normal është shumë e lirë, është njaftame, për dafinën nuk ka asë një brend që nuk do me bashkëpunu edhe, sidomos në fushën e grimit, me kritë brindet bashkëpunu me YSL, me Chanel, me të gjithat, me Huda Beauty, me Marion, ato nuk është problem, ata edhe me dafinën mua ajo ka bu karierë që 14 vite, se ka problem. Njojtë edhe Ilirida jeton në Kopenhag, pra edhe ajo ka që 10 vjetë, 12 vjetë karierën, edhe punon vish me brende luksoze edhe ajo, edhe i ka bashkëpunimet ma letë. Po pesho dhe këto që ja ka njësë, po edhe mrana venet, e që ajo po më duke shumë interesant, edhe besoj që qëtu reklama, TikToka, që pivojnë influencira në Kosovë, janë edhe ma kreative se sa jashtë. S'kum po qëtë kreativitet, asë në Danimarka, asë në Gjermani, edhe shumë më duke interesant, edhe pesho që po paguhet, po paguhet mirë, edhe po bojnë reklamën ti për të mirë. Gjithë influencera. Nëse do në dikush me marë ma seriosisht punën e influencerës edhe me të kontaktu ty direkt, a je e hapën ti me bo bashkëpunime me të tjera? Sa i ki kushtet, që shën kushtet e tua për me bashkëpunu me të tjerë, apo ki qef me zgjeru terinin tëndë, me marë sa ma shumë klienta? Për momentin ju, se më ka shumë punë, sidomos me kliente që i kam, po normal, gjithë kom qef edhe me njoftu tjertë edhe po shë edhe disa që jenë hinë që të fushë si korone edhe më edhe me njoftu me tjertë. Normal nëse të shka buhet naturisht, banë edhe ajo, po s'po kam ma shumë orë një hoftasht, se shumë po ka punë. Po mirëna edhe, jo vesh me pjesën e influencera, po të Dafina Neziri, për shamë jam edhe drejtoresh operacioneve klienteve, edhe po mirëna edhe me kipo e kshopa që i bojna jashtë venit, edhe të gjitha zërë në shandurën mrena Kosovës jashtë Kosovës, edhe brendin e soj, edhe tani që kjo edhe po me shumë ko, po energjimi shumë marri, që është interesant. Okej, është ndjenë shumë e mirë. Ti promovon edhe histori, kulturë, destinacione turistike të Kosovës. Po, që të po marin kohë. Fiks, se edhe ty edhe për veti, e ki punën edhe tondën, promovimin tëndë personal, kështu që mandej, është një farë punën vete, se kërkosh ka personal që që ka bojnë këto, është në fakt punë shumë orëshe, që të lypë shumë orë, të lypë shumë energji edhe të lypë kreativitet. Po të edin. A po të vjen mushterë na i herë ashtu, a tu, Jo, më bishë më jep energji, po ma shumë të më jep energji që të bedo kur pi bëj, edhe s'po kam edhe shumë kohë me bu, për para i bëj shumë ma shpesh, po më jep energji edhe gjithmonë është në mesazh pozitive edhe është diçka mirë për Kosovën. Edhe ato që i bëj shqip edhe anglisht, edhe gjithmonë munona me promovu Kosovën sa ma shumë, si një vend me shumë potencial për investime, një vend me shumë njerëz kreative, edhe një vend që mund është për me gjithë shumë bashkëpunëtor, edhe po kam edhe shumë që po më shkruajnë edhe për Danimarkës, për Gjermanisë, për postimet marketingu, për shembull, për çet fush, ai një dikon Kosovë. Tash ja ka nisë edhe më vë trend që përdin që më marr dikon remote që punon për Kosovës për një kompani daneze gjermane. Edhe çaj që fukon Ondra jam edhe dyshim me mënu mi lidh çta se e di që ka tepër shumë talent këto, po nashta si kanë gjetë edhe venet të punës këtu. Po ja ka nisë edhe këtu tash, edhe ma trendovo, e kanë kuptuar tash pjesën e marketingut, sa rëndësi ka. Vërtet. Po dura më kthi prapë te Danimarka, Kopenhaga, unë kam qenë para 2 vjete, njerëz ma me stel në botë. Po. Është një mrekulli, atje i madhe i vogël, plak, e gjyshe, e këndëqeshe, janë persona që i dojnë shumë rëndësi stilit. Edhe kanë shumë të natyrshme mënyrën se qysh veshën edhe qysh... Janë shumë thjesht. Gjithashtu janë shumë thjesht. Bashkë du më ma bu një krahasim me Kosovën edhe stilin Kosovë. Hajtë po ma për shamu që e për marrë një darsme të Kosovës, një darsme të Kopenhagës. Janë dy bota paralele. Nuk ka
do me thonë nuk ka kërkush ndalimor, nuk e një, ale kur së kum po dikën dorësëm që u lyë profesional, as nusja, rollë edhe nusët nuk lyën vetë, ose na i shoh që i lyën, fustonat, shtrona që i kena na nuk egzistojnë, nuk është, po na normal, të është i kena edhe, jam të folë vish për danes, se na kena edhe shqiptarë edhe arabë edhe të gjithë që jetojnë Danimarë, ata apete kanë stilin e vetë. Stilin e qojnë atje. Po danes jo, edhe bujnë shumë thjesht, edhe nuk e bujnë edhe që ashtë madhe, nuk i thrasin shumë veta, i kanë ashtë 50 veta të tumë më ndorsëm, edhe mos më kanë nashta 2-3 dorsma të njëtën, më kanë qëllu më shku se visht ofret e i thrasëm, as një njëri që së njohin, që është ketë... Po dhe ndorsma të intime të vogla. Po, edhe më ka milionera, apet e bojnë që ashtu, edhe e bojnë intime, e bojnë të vogl, nuk ka nevoj mu do, këse më vrej, na e kena pak më ndryshë, e kena apet qatë ego që dohet me kalzu sa mirë e kena bona, edhe kush ka ardhë, edhe qfar fustani, edhe këtë gjithet, është pjesë e kulturës tonë, është okej, edhe zakonisht ndodhë në shtetet që janë ma të varfën, shtetet që kanë përjetu luftë, që këtë të sene, ndodhë se kanë haleqat frikën edhe që ato kanë nevoj mu duk. Danezës s'ka nevoj mu duk. Në gjithmonë edhe në punë, thësha, e këm pas CEO multimilioner, edhe me bicikl dhe kënë punë, edhe e këm pas një kolegë shqiptar që më pëjke, që palidhe edhe nësë pas ka shumë, edhe shmeta, thësh, po së është e legjekshme, së është qështu, edhe me autobus, edhe këtë nuk e menojnë qëtate, më me pas shpia si palasa, po nuk e tregojnë, se s'ka nevoj. Edhe dorsmat si bujnë, që ashtu i bujnë o bërë të vetën, knaqën, e bujnë me stil, dyat mu më pëlqenë, nuk më thonë edhe që su më pëlqenë stili junë, se është ma i veçanë, më pëlqenë që na ndreqën kur dori, më pëlqenë që normal, që qaju pjesë, vish më ndreqë për më dori, më qaju më pëlqenë mas shumë, të se sa me dori. Në Danimarë, gjithë më kanë këshu shumë që të shumë, nuk kam qepë më ndreqë, edhe është këshu shumë kështu të shoqet pse je ly, ose pse me shtikla, ose pse këto, po normal, të ashtë i këtë danez nuk janë njojtë, ka edhe danezët që kanë qef qëto, po si kulturë nuk është që kanë nevoj mu dokë. Po, e kanë shumë të natërshme, mu më ka pëlqy shumë, më ka ra në sy, thjeshtësia atyne dhe stili i bukur i tyre. Po, të shumë elegante, më pëlqenë. Po, jam të përveç për Kopenhag tash, se këtë Danimarka nuk është ashtë. Po, se Danimarka ka qytetet vogla. Po, Kopenhaga ka qenë edhe për eksperiencën temë, unë që ashtu i kom lërstu njësma me stil në Europë. Në Kosovë, apo të pëlqenë ushqime? A të ka ra me ndru shumë, se edhe botën e ushqimit të dalën shumë. Mënyra se që shkojnë, që ka pinë, nuk më shumë e gjetin Kopenhag me pi Coca-Cola, për shumë, qa që lejtë, sedin. Jo, Kopenhag edhe shtrejt, nuk është, po ja ka njësë që të 2 vite fune që më konën e këtu, për me unë hapë shumë venet mira, edhe i promovojës, të gjojnë e vend të mirë, të fridu, edhe ka disot, ashtë edhe me një skrit me nëmru, edhe këmë bua edhe një farë vetë do të ashtë të furë për këtë restorantet preferume që i kam, si do mas në Prishtinë, për edhe në këtë Kosovë, po në shumica restoranteve në ashtë e këtë ushime njojtë. Nuk është që është diçka, po, hales si jena në qatë pikë, po besoj që kena më konë, besoj që kena më pas gastronomit tepër mirë. Ka hapësirë shumë kërë Ka shumë, edhe po vinë shumë, edhe vetë këm punu më gastronomit të njëtën, edhe e di ushime dhe kam qepë edhe me gatu edhe të gjithat, po ka shumë, mu më pëlqenë, nuk është keq, po edhe ma shumë të kam qepë me gatu në shpe. E vërtet, për veti edhe në qka hanë, qka bënë. Qa e në planet e tua për verën? I ke bo pushimet, apo do me shkum pushime? Pushimet i kom kry, tani apet në shtator, ta shte i kena edhe sezonën në natë, ta fina. Ka pun plët. Te ki punën tash që fillon. Unë e vesh pjesën e menagjimit, punë ma shumë të kanë normalisht e qikat, në punë edhe ta fina vetë, po kena shumë si vjetë edhe sezon rrim këtu. Okej. Do me thonë, e pret shtatorin me ardhë dhe në shta qatë herë, më në shumë fillu me ndu për pushimet e tua. Po, edhe këto është mirë, të që shkute që shkojsh e kua u ndrejq, për sot në shtë ju, së s'ka edhe qash, po mirë është, njëna kam pushim, njëna kam edhe si e ke pashke, pushim, ka qenë shumë bukur në shpëni. Faleminderit shumë që ke gjithë ko marë të mbinot. Ka qenë shumë kënaqësi me folë me ty, edhe unë shpresoj që kemi mu taku prapë. Po, edhe në. Do me thonë në gjithësysh një pas kamera. Tjetër. Faleminderit shumë.